Po tani nuk është se është vrarë vetëm ky, është vrarë edhe vllai vet, Igo Netanyahu, është vrarë kreu i forcave ajrore, kreu i Mossadit, domethënë ishin mbledh me një vend këto në Tel Aviv, aty po bëshin një mbledhje, edhe pa pritur i edhe një raket kështu e dedikuar. Kanë menduar që të bëjnë një ndryshim pllake atje si duket politikës, edhe të sjellë një fytyrë të re. Pasë për efekt që të filloj besimi i popullit nga e para, po jo se ka përndryshuar ndonjë gjë. Pra luajnë me turma, me besimin e turmës, popullit. Miq të Piskut dhe të Pisk System, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ditë bukura qofshin për ju në vazhdim dhe t'i keni kaluar dhe ato që kanë qenë ndoshta mes prova, uroj që t'keni marrë mësimin e duhur se kjo jetë ajo është të marrë mësime dhe mos bien përsëritje ose jo pas herët na thrasje dhe ajo ndërgjegja e vetdijes për të përmirësuar veten dhe ajo çka është më e rëndësishme, po përmirësuan veten, gjithë secili po e pati këtë frym brenda vetes vet, kam përshtypjen që edhe brenda një rrethi të vogël do ketë ndryshime pozitive, brenda një komuniteti, brenda një vendi, një shteti, por edhe në gjithë botën do ketë ndryshime pozitive. Po këto janë ato se çka janë në kokën e shumë pak njerëzve dhe të jemi në këtë botë që frymojnë dhe mundohen ndoshta me prezencën e tyre, me frymën që ato shpërndajnë tek tjerët, ndoshta edhe tek librat e lashtë, shkruajnë këto, por sot në realitetin ton nuk gjehen në vend. Dhe bota ka marrë një rrjedhë krejt ndryshe që njerëzit janë bërë aq të egër saqë edhe vetë kafshët më të egra nëpër pyjet më të frikshme të botës, që kam bërë shumë kështu, pas e kap muza sot ti do ikë mirëpafshim. Po mirëpafshim, Igo Aleksi për sot se pas kam ikur me kodë. Ai mori kohën. Jo, realisht më kap çi muza me fol shumë bullallëqe, do janë gjëra shumë sakta të vërteta, edhe që zëjmë vend në këtë realitet, por kur robi elçon nga herë, elça plomat elçon, më mirë që plomat, s'ke që bën. Por realisht bota ka marrë për kota dhe ne këtë kemi thënë, jo vetëm unë, por bashkë me Aleksin, por kjo po shihet nga gjithë ne. Dhe fatkeqësisht ne kemi qenë në qendër të vëmendjes dhe shënjesër herë pas here që para një viti kur i diskutoshim këto gjërat, që i thoshim që sot po kanë marrë për masa të mëdha. Do thoshin këto janë mirë, po flasin për çartë, pse ushqeni këtë frym negative, për hapni panike etj. Ndërkohë që sot bota është mes trazirave të mëdha dhe po duket sikur po përshkallëzohet në shumë vende të tjera. Por një urim të madh do doja që të kisha për atë të parin e di vendit, Kim Jong-uni. Ai kishte marrë dhe pushtetin për hir të disa, domethënë. Po. Nga sa ishim 99.93%, 0.7% domethënë se kishin votuar, kishin kundër, por ndërkohë që ajo që ishte për tu theksuar dhe bënte domethënë se shef pas event tjetër Shqipëri jo, po që për pjesëmarrjen në votim ishin 100%. Po. 100% pjesëmarrje në votim, nuk ka shans mos shkosh ti të votosh atje, por vetëm ekzekutor sekond. Ky 0.7, ç'a mund të ndodhë me atë Alex? Si është shefti domethënë? Ç'a lajmi mund të jetë kjo që një njeri si Kim Jong-uni të zgjidhë për herë të disat, se di ma sa herë zgjedhë ai njeri domethënë. Sa troj ai të zgjidhë për herë. Nuk ka shans. Ose edhe po të ndrojë jeta ai vetë domethënë për shkaqe natyrore, prapë do të jetë një ngjashëm i atij, nuk ka shans domethënë. Po ashtu funksionon ajo. Me këtë 0.7% ç'a mendon ti mund ndodhë? Ku dëgjoj me ndaj ekzekutim atje, me ndaj zhdukje, me ndaj pyll, me ndaj mal, me ndaj ishull, diçka do pësojnë domethënë. Po pse shohim kështu ne? Se ndoshta aty njerëzit votojnë nga janë bindur, e besojnë, e duan. A nuk mund të ketë për shembull një lloj përqindje të tillë siç është rasti konkret që njerëzit ta besojnë dhe ta duan? Në atë vend nuk funksionon kjo gjë. Aty funksionon kush është ai që përdor më shumë forcën e vet, domethënë nuk do t'i fitoj popullin me respekt dhe me dashuri, ai fiton me agresi, me dhunë, me diktaturë. Kështu që guxo mos ta votosh. Pësosh në një surprizë pastaj. Jo, ti thua nga ato se çka kemi dëgjuar dhe shohim për shembull për në Kore. Po puna është që në dhe themi parim, ose hipotetikisht ta mendojmë, a nuk mund të ekzistojë mundësia që një popull
Shqipëria, për shembull Italia, ose vend tjetër, kudo, një popull, një komunitet. Nuk mund të shkojë deri në të pikë që të votojë njëri gati 100%, domethënë. 100% e këtij populli ta votojë atë. Pse ndoshta mund të jetë i mirë. Pra një njeri nuk mund të jetë, pra të ketë shkuar deri në të pikë që ta dojë gjithë populli vet. A ekziston kjo mundësia që të jetë 100% i sakt, korrekt dhe dashamirës ndaj popullit dhe mirëbërës? Në një botë perfekte po. Po duke ditur që kjo botë nuk ekziston domosdoshmë si mundësi. Është vetëm në pralla mund ndodhi kjo nëpër filma kështu me skenare të bukura. Në realitet ajo është shumë larg. Të votohet dikush 100% do të thotë domethënë që ai ku dëgjon ka zbrit nga qielli pastaj. Nuk do ishte njerëzor, do ishte hynor domethënë. Po, vetëm ashtu mund të jetë 100%, se ndryshe s'funksionon ai 100%. Edhe kështu domethënë. Mirë. Ky fenomen. Kjo ishte për sa i përket asaj situatës, edhe kjo është një botë paralele komplet ajo siç apo ndodh në Kore. Por ajo siç ka qenë vazhdimsi e bisedave që bëjmë ne, vazhdimsi e ngjarjeve që po ndodhin nëpër botë dhe tema më e komentuar ditëve të fundit që edhe njerëzit në rrjetet sociale kudo flitet për vdekjen e Netanyahut. Bibia ka dalë në sken tani dhe po bëhet e madhe dhe po dalin shumë kështu. Dhe dalin video tani jo tu pi kafe, jo me 6 gishta, jo si e shef situatën ti? E kanë vrarë, ka vdekur, e kanë hequr nga loja, nga skena. Do na zbërthe pak këtë gjë, domethënë që tani ajo është diçka që nuk është konfirmuar plotësisht. Mediat botës flasin që është eliminuar. Po edhe sikur mos jetë eliminuar fizikisht, politikisht është 100% eliminuar. Pra ka marrë fund Bibia. Po nuk kthehet më në skenë. Nuk kemë në qarkullim atje, nuk do ketë më atë rol. Edhe nëse e kanë vrarë fizikisht, ai më nuk pi ujë, domethënë më në arenën politike, në jetën politike. Tani është kështu. Po tani është gati për zëvendësim të fuqishëm ai. Do të vijë një tjetër aty që do marrë frerët e vendit. Do ja japin se zë i marri. Do e votojnë dhe atë. Po jo 100%. Po jo 100%, po. Edhe kështu domethënë është vendosur që ta zëvendësojnë. Kjo zakonisht vjen si pasojë kur populli arrin në një pakënaqësi ku s'mban më, u i bilafi thënë. Kështu funksionon. Edhe thjesht sistemi ka pra e dorëzoi stafetën Bibia. Pra populli e detyroi Bibin dhe Izraelin ose ato që janë mbi Izraelin, që komandojnë politikën jo vetëm të Izraelit, por edhe ndërkombëtarin të gjithë. Sigurisht. Kanë rritur një pikë që populli ka detyruar ata kokat e mëdha që të ndryshojnë politikbërjen e Izraelit. Po, patjetër. E marrin shumë konsiderat reagimin e popullit. Është që ne kemi thënë vazhdimisht, domethënë që e gjithë fuqia është populli, por populli kur reagon, jo populli kur është në heshtje. Po jo kur flen, prandaj kemi theksuar disa herë këtu që populli është superfuqia e vërtet. Ajo rrëzon dhe ngren krer të vendeve. Tani, ajo që ka ndodhur me Netanyahun është që ka arritur populli në një pakënaqësi aty ku s'mban më dhe tani këta që shohin nga lart, që nuk dalin asnjëherë në skenë, kanë vendosur të bëjnë një zëvendësim. Është kështu më shumë metodë psikologjike. Iku ky që na ka shkaktuar pa ato pakënaqësirat, do sjellim një tjetër që të nisë historia nga e para. Po. Që t'i japim prapë 4 vite kohë që agjenda të shpaloset, të eci. Kështu, domethënë, është vendosur edhe me këtë rast. Po tani nuk është se është vrarë vetëm ky. Thuhet që është vrarë edhe vllai vet. Po. Igo Netanyahu është vrarë kreu i forcave ajrore, kreu i Mossadit, domethënë ishin mbledh me një vend këto në Tel Aviv, aty po bëshin një mbledhje, edhe pa pritur i edhe një raket kështu e dedikuar. Edhe i çoi të gjithë me një vend. Po që kanë menduar që të bëjnë një ndryshim pllake atje si duket politikës, edhe të sjellin një fytyrë të re. Pasë për efekt që të filloj besimi i popullit nga e para. Po jo se ka përndryshuar ndonjë gjë. Pra luajnë me turma, me besimin e turmës popullit. Po. Thjesht që të filloj popullit nga e para të shpresoj. Se aty u shitet situata që ishin lshuar deri diku, pra po merrte për kot që populli po reagonte kundër këtyre trazirave, luftës që midis pra Izraelit dhe Amerikës që po sulmoshin ndaj Iranit dhe vendeve tjera? Po, do të thënë kishte reagime negative ndaj qeverisë së tij. Po.
Sepse po shikosh në vëllai që ky po shkon tani, po ai çfarë bëri Izraeli para ca kohësh? Goditi një ndërtesë atje që kishte shidra kalamaj brenda, fëmijë brenda më bë. Kjo është ajo që fare. Njerëzit, kjo është ajo që ka ngel në memorien e shumë njerëzve në botë, por kudo që edhe diskuton, e dëgjon këtë, do kjo është ajo më por nuk ka, pari të godasësh fëmijët aty, ke vënë kapakun situatës. Pse kanë çuar veten që ka shkuar deri në të pikë që ta bëjnë këtë që të godasin fëmijë dhe të krijojnë një opinion të keq për veten e tyre, për këtë qeverisin e këtyre dhe për këtë lobin e këtyre të kaq të madh. Që bëjnë të gjë, të rishkasin siç e dojnë deri në të pikë që opinioni në tërësi duke ditur që do kishte reagim të kundërt nga opinioni, megjithatë shkojnë e bën. E bëjnë, bravo. Po sepse janë aq psikopetër, se ato e kanë aty te ajo te mënyra e strategjisë tyre, se thon çdo armik sado i vogël që të jetë është një terrorist i mundshëm nesër pas nesër. Edhe eliminojnë që kur është fëmijë më vëlla, kupton? Kjo tani ka impakt shumë të keq te popujt e botës. Tani po shkoi prekë fëmijët, edhe gratë, janë njerëz të pambrojtur apo. Me çfarë do ruhen ata, me çfarë do i bëj rezistencë. Ti ke mundsinë dhe shko dhe i bie atyre dhe i heq jetën apo. Kupton, kjo ka impakt shumë keq në jo vetëm në vend, por për gjithë botën. Po aq më tepër aty të vendit sepse i turpuron vëllai, i paraqet keq në sytë e botës. Tani populli i Izraelit është një popull shumë simpatik. Një njerëz të thjesht, mirë, shohin atë punën e tyre, nuk ka lidhje fare me politikën aty të vendit. Edhe është vërtet që thuan që ajo se çka po ndodh në Izrael aty, pra ose gjithë këto çka po ndodh, që ne themi Izraeli, po ndodh nga ata njerëz që si jetojnë fare në Izrael, që janë jashtë në vende të tjera. Po, ata që bëjnë politikën aty. Po, ato e bëjnë politikën dhe vendimarrjen e gjithë Izraelit, që edhe populli i Izraelit që është aty vuan bashkë me pasojat e vendimarrësve që thonë që janë qeveria ose pushtetarët ose njerëz që marrin vendimet për Izraelin. Po, populli është i pafajshëm në një analizë të fundit. Sepse ajo shikon unë si doja dal në jetën time, duan që të ketë një komunitet që jeton paqe, në harmoni e këto me radhë. Edhe kur kanë një qeverisje mbi kokën e tyre që bën këto gjëra që i bën paraqitet keq në sytë e botës, tani thotë pritella, neve e kena vujtur dikur këtë gjë, thoshte, sepse gjatë luftës së dytë çfarë i bën ebrejve? I shkrini, bëni, masakruni, mbysin nëpër dhoma gazi, sapun e këto me radhë. Tani kanë arritur në një fazë që vetë qeveria e Izraelit bën të njëjtën gjë që populli i tyre kishte posuar dikur. Dhe kupton çfarë impakti ka tek ata? Edhe kjo sjell pastaj bëhen agresiv ata atje. Thotë, "Ore çfarë bëhet këtu? Na komandon kemi një qeveri mbi kokë që është të keqen e popullit vetëm." Që ne deri ankoheshim për ato makabritete që na bëshin, tani po i bëjmë neve të tjerëve. Po deri diku ashtu kemi edhe ne këtu në Shqipëri, kështu që nuk ka ndonjë gjë për tu habitur edhe për ne domosdoshmë. Po edhe këtu një raport është. Qeveri të tillë kemi që ja do të keqen e popullit vet, ta shkatroj, jo vetëm Shqipërinë, shqiptarët i largojë, ta bëj. Edhe ky që kemi në një Netanyahu është. Një Kim Jong është edhe ky. Do se ka mandati 3, ka për të shkuar për të 4, për të 5. Jo, 4, ka marrë 4, është 4. Ai 4, edhe 100 pa. Po. Edhe ka për ta çu për sa kohë ky popull do flej gjumë. Për sa kohë ky popull nuk do reagoj që të bëhen masivisht të mblidhen. Ai ka për të jetuar dhe ka për të mbretëruar aty ku është, se lëviz asnjë gjë. Po të shohin reagimin e popullit, siç po e shohin ata atje në Izrael që po e përgatisin zëvendësimin e atje. Atëherë ka për ta zëvendësuar edhe këtu. Tani kush është ai? Kush fitet që do ta zëvendësojë Netanyahu? Dhe çfarë pritet ndodhi pastaj në arenën ndërkombëtare me luftën me Iranin edhe në botë, çfarë qasje do të ketë në bota? Janë duke përgatitur njërin tani, po ndjes për emrin s'po më kujtohet për momentin. Është një politikan atje që ka goxha influencë në popull. Është pjesë e parlamentit të Izraelit. Po. Është ka parti aty brenda. Edhe është e kundërta e Netanyahut? Le të themi jo e kundërta në karakter ose në politikë bërje, pra është nga parti kundërshtare. Po, kundërshtare Netanyahu. Po tani janë duke i ndërtuar atë, po i thurin atë reklama paraqesin, domethënë që s'ka lidhje fare me mentalitetin dhe me tipin e Netanyahut, do jetë paqësor.
do sjelli harmoni e kështu, domethënë po i ndërton një profil kështu tip siç i bën me Trumpin kur ishte që e paraqisin kështu që do pushoj luftrat. Kështu po i paraqisin edhe këtë, po i ndërton një profil kështu tani, paqësori. Po që s'ka lidhje fare. Domethënë do ndryshoj ushtari, po agjenda do jetë e njëjta. Domethënë mos presim në ndryshim, çfarë është vendos të bëj Izraeli ka për ta bërë. Nuk ka rëndësi fare kush është në krye. Pra ky mendon si do ta çojë më lart si gjë do të shkojë më keq. Po sigurisht do të shkojë më keq. Për masa tjera, ndoshta lufta ose situata kritike në botë. Patjetër, Izraeli ndëron në zgjerimin e saj, Izraelin e madh. Edhe gjithë ato vende që ka rreth e përqak duhen pushtuar ato, që të bëhet ajo zgjerimi. Se po ta shohësh te flamuri atje ka ato dy shiritat blu. Janë ato kufit që këta duan të kenë atë shtrirjen në gjithë ajo vendi tyre, që lidhet ato dy shiritat janë lumi Nilit dhe Efratit, Tigrit. Deri aty duhen ta çojnë këto. Gjithë ato vendet përreth duhen ta zgjesohen edhe të të realizohet ajo ëndra tyre e madhe pastaj. Për Izraelin e madh. Edhe prandaj po i shembin ato. Por që qëllimi i madh i Izraelit është të ndërtojnë Tempullin e Solomonit. Këto janë në fakt flitet që janë duke gërmuar ato poshtë, janë duke po bëhen tunele, po hapen tunelet poshtë që tunele ka pafund aty ai vend. Izraeli është tunel komplet, domethënë po dhe madje kanë dalë kështu filmime me Netanyahu aty brenda në këto tunelet. Jemi në mision, thoshte ai, kemi misionin ton në të thirrur për përgatitjen e ardhes së Mesias. Ka dalë e thot troçaj, domethënë nuk e fshehin më fjalët. Prandaj quhet mesianik ky. Është një lëvizje atje në Izrael, domethënë që po duan të sjellin një lider jo vetëm të Izraelit, por të gjithë botës. Pra, Izraeli do të qendra e botës, domethënë. Po. Dhe drejtuesi që do të jetë nga Tempulli i Solomonit që ndërtojnë ata, që do ta sjellin po vet, thonë që do të komandojë gjithë botën, pra. Po. Çdo 50 vjet e kanë atje në Izrael që presin të vi ai shpëtimtari i tyre. Bëjnë atë tentativën që çdo 50 vjet e presin. Tani sa vite kemi bërë nga ky 50 vjeçari tjetër ne? Jemi afër ti 50 vjeçari. U plotsu 50 vjeçari dhe e kanë bërë gati një person të mundshëm që do bëjë atë rolin e asaj që ata imagjinojnë Mesias së tyre, të shpëtimtarit të tyre. Por që neve dim që ai do dështoj, siç e kanë thënë. Nuk do vikin Mesia. Jo, ai aktualisht siç po flasim ne po qarkullon tani. Është po qarkullon. Po, edhe madje rrethohet nga mijëra njerëz. Me mijëra njerëz. Kur del ai në këto shfaqjet publike, po nuk është shumë e përhapur gjër kjo pjesë. Nuk e di çfarë presin një moment caktuar se duket marrin ai sinjal. Po që atje në Izrael e di shumë mirë që kur del ky tipi atje, ai rrethohet nga mijëra njerëz. Që duan, ë? A thonë që pas ka bërë 4-5 mrekulli. Çfarë ka bërë? Ku dëgjoj ka si ishte njëra atje, si më men fare, po i kanë renditur 4-5 mrekulli gjoja, që t'i japin vërtetësi, t'i japin çik kështu autoritet atij që është. Jasëm që është ndryshe nga njerëzit e tjerë në normale, domethënë. Që ai është ai që pristin neve. Është përzgjedhur. Edhe pastaj nga Izraeli kur të fronozohet atje në Tempullin e Solomonit do e bëjnë pastaj kreun e Bashkimit Evropian, se nuk ka president të Bashkimit Evropian. Po. Ka kryesekretar, po s'ka kryetar. Është për këtë tipin. Për këtë japin atë qëllimisht e kanë lënë atë vendin bosh. Se po ta kërkoni nuk ka kre ajo. Po do ketë president domethënë. Po, e do jetë ky. Kudo do jetë ky. Ëh? Edhe pastaj ai do i japi gjithë, do reklamoj si vendin më ideal, vendin e zgjedhur, vendin më të shkëlqyer special Izraelin. Po mirë, këto nuk do ta arrijnë misionin e vet që të ta krijojnë Tempullin e Solomonit? Ja. Nuk do bëhet. Kjo që kot e keni? Ja u garantoj që do dështoni kështu me ceremoni. Më pëlqen ky reagim i kthesh kështu do të thosh. Po pse e di prandaj. Është tipike. Po, e di që s'ka për të ndodhur, kjo që kot ka ndodhur. Jo. Po çfarë si do prishet? Ai që doni me sjell, ju s'ka kot lodheni, do vi më mbrapa, provoni dhe mas 40 vjetëve të tjera. Atëherë po do ndodhi kjo gjë. Atëherë do i hapet rruga atit. Di hapet atëherë, do vi dhe ndërtoj Tempullin e Solomonit atëherë. Po. Do futet aty, do fornozohet aty, do i bëhet gjithë reklama, gjithë kamerat e botës do jenë tek ai. Edhe do jetë shumë i shkëlqyer fare. Se s'do ndodhi tani kjo? Ja.
Po isha përgatitur për tani më, ku ti thu. Po mi ja shif atë kandidatin që do doshtoj, e ke aty në YouTube, e shef. Po, nuk do shkojnë ta shohin atë një? Po ç'a ti shohësh ai? Atë do ta shmangësh fare valla, ai është errësirë vet komplet. Nuk duhet nesër më, duhet ta sjellin këta, po e tentojnë një herë. Por që do dështojnë. Po si do të dështoj të herë? Pa ç'a do t'ja presi rrugën atyre? Këtu futemi pastaj te ato që do ndodhin në të ardhmen, parashikimet. jo parashikimet e mia, s'parashikoj asgjë. Askush nuk parashikon asgjë. Po që Zoti i ka dhënë disa njerëzve këtë dhe ne i kanë thënë që ç'do bëhet. Ata ne kanë thënë që do dështoj ky tipi. Pra, që mos duket edhe për ato që po na ndjekë, mos duket si shkëputje, sikur po largohemi nga tema, por kjo ka lidhje edhe me ngjarjet që po ndodhin sot, me luftën, Po të gjitha me lidhje janë. Me luftën Izrael-Iran, gjitha këto. Pastaj kjo, domethënë kjo që ka nisur, do çoj tek ato që po diskutojmë tani. që po diskutojmë tani, po. Tani ka për të ardhur një uri e madhe tani me këto sa vajti u çu nafa sot, ë? Po, vazhdon çohet çdo ditë. 203 sa shkoj. Vazhdon çdo ditë çohet. Ti ke thënë ke vënë mbas nuk vëm ne, po ka bërë një lloj zotimi që ka thënë jo se them me krenari këtë gjë, por ka thënë që do të shkoj 5000 lekë. Si fillim, po prit, se ka përshku ajo. Do shkoj 5000 lekë? Ka përshku dhe ndoshta edhe më shumë. Tu në Shqipëri këtu keni 5000 lekë në çmim naftës? Po kudo, po këtu shiko, tani këtu ecin çik më përpara, se në vendet e varfra bëhet para e madhe. Këtu gjithmonë shfrytëzohen njerëzit. Ku ka vende që ekonomia është grop, aty bëhet pasuria më e madhe peshkaqende. Se shkon te xhepat e tyre. Nëse histori tjetër kjo. Tani ajo që do ndaloj furnizimin e këtij që duan të vendosin tani, do jetë prapë Rusia futet në mes. Ajo ka për të prish shumë planet të tyre të këqijve. Çuditërisht. Po pse Rusia ka dalë tani lajmet e fundit është që po ka dalë pa fare tani në mbështetjet e Iranit kundër Amerikës. Ja, shikon edhe kjo është një lidhje, një detaj. Që po thon mediat, që jo më lart se para 2 orësh. E lexova këtë lajm. Po, është e vërtet. Ka goxha mbështetje biles. Edhe ndërkohë që Trumpi ka bërë takim me Putinin para në Alaskë. Ja, ai takimi ishte për ndarjen e llokmave në Ukrainë. Ishte Nuk ka lidhje me këtë gjë. Ishte për atë pjesë, jo, kjo tjetra do vazhdoj. Po tani ata bien dakord. Shiko, un kam ndërmend të bëj këtë goditje. Po ti mos ndërhy sepse do kesh këtë përfitim. Ëh? Më lë mu të bëj atë që kam ndërmend të bëj, edhe un do të lej Zot pengoj ty për atë synimin që ti ke për X gjë. Kështu bën ato diskutimet ato ndarjet e llokmave që bëjnë këta. Po neve pastaj na paraqesin tjetër për tjetër për lajme. Neve na paraqesin se shiko tani këta u bashkuan 2 krerët e 2 vendeve superfuqi, edhe tani ja hudhëm sepse këta e morën përsipër situatën dhe do i rregullojnë gjonat. Nuk ekziston ajo gjë. Larg. Komplet. Është kinema verore. Kështu që duhet të emocionohemi shumë kur takojnë këta, sepse thjesht luajnë role, dalin aty për të dhënë përshtypje të caktuara. Janë aty për thjesht për të bërë. Po, tani qëndrojmë tek kjo, se këtë kemi thënë disa herë. Qëndrojmë tek pjesa, çfarë roli do të luajë Kina? Edhe Kina ka rol. Kina, po. Po ndoshta më mbrapa, po Rusia në ndalimin e frymëzimit të këtij Mesias Rem. Po, Antikrishti se njohim ndryshe. Në momentin që do jetë duke u furnizuar ky, kuptohet, do kenë arritur qëllimin këta, Izraeli me Iranin do kenë arritur aty. Do jetë bërë deri diku ai zgjerimi i territorit vet, që do zgjerojë, do bëj zgjerimin e Izraelit. Po, e kanë kështu ata. Pra në këtë mes do të fitojë Izraeli ndaj Iranit? Po. Oh? Normal, po, se tani edhe kjo pjesë e planit është për të fituar, kupton? Jo se si është ndërkohë që duket sikur Irani sikur po triumfon në këtë pjesë, me goditjen që i ka bërë, po i reziston. Po mirë, janë këto gjëra, por të dhënë disa përshtypje. Luajnë vazhdimisht për përshtypje të bërë. Por nuk është asnjëherë ashtu siç e shohim. Duhet parë çik më holl. Po, si e shpjegon, pra, si e shet? E di që ka për të arritur qëllimin e vet. Po çfarë mënyrë do përdori, këtu u sfutemi dot. Kupton, tani qëndrojmë te kjo që do jetë momenti
kur këta do furnizojnë ata të zgjedhurin e tyre. Po. Do qelloj që në atë periudhë do gjendet ushtria e Rusisë atje në Izrael. Po. Për arsyet e veta. Edhe ka për ta ndaluar këtë gjë. Pra për arsyet e veta. Domethënë do e sabotoj gjithë procesin e të furnizojë ai që ta bëjnë kështu reklamën e madhe, do ja prish Rusia këtë pjesën. Në të njëjtin moment që do jetë në Izrael atje dhe ka për të prishte punën e planit të kësaj të furnizimit, do bëj një provokim Turqia nga krahu tjetër. Po. Do i mbylli atë ngushticën e Bosforit atje edhe do për të shkaktuar një dëm ekonomik Rusisë. Kjo do ndodhi kur të vi qeveria e re e Turqisë. Bëhet fjalë mbasi të bjerë Erdogani, që do eliminohet ose fizikisht ose politikisht. Siç ndodhi me Netanyahu, një gjë do ndodhi me këtë Erdoganin. Se kur i ka zgjedhur Turqia? Nuk e di, po ata mund të shkojnë në çdo moment edhe në zgjedhje parakohshme vëlla, ku atje është atje s'po merr më vesh tani çfarë bëhet. Bëhet fjalë domethënë kur të jetë qeveria e re e Turqisë, këto që po diskutojmë tani. Po. Edhe sapo ta bëj këtë lëvizje Turqia atje do e grosoj taj shumë Rusia sa që ka për të ardhur me vrudh nga Izraeli dhe ka për ta shem fare gjithë Turqinë. Aq i nat do ketë me këtë që do bëj. Po në të njëjtën kohë Turqia do ketë marrë një vendim nga Amerika që të shko tani dhe biri Greqisë. Po është ajo puna që do fillojnë pastaj të bëjnë atë që të pushojnë ato 3 ishut që tham para 2 emisioneve. Në momentin që do jenë afër me territorin detar të Greqisë, në të njëjtin moment ka për të ardhur Rusia me i rënë Turqisë. Edhe do të tërhiqen pastaj për të mbrojtur vendin e tyre. Aty do plasin një luftë. Kush do të tërhiqet? Tërhiqet Turqia nga Greqia. Po, do të tërhiqet që të mbrojnë me Rusinë. Po, se do duhet gjithë fuqia çka kanë në dorë, domethënë të mbrojnë veten aty, se do vi fuqishëm fare Rusia aty, ti sharroj komplet. Aty pastaj do ndodhi ajo, në fillim do jetë duke përplasur vetë Turqia me Rusinë. Pastaj do ndodhi ajo që kemi thënë, do mblidhen aty te porti i Vlorës, ato 1000 anijet, do jenë 18 shtetet e NATO-s aty, që do nisen për në Konstantinopoj. Aty do jetë ajo pastaj kasapana e madhe e 3 ditë e 3 net. Ajo zojtë e parë ndonjëherë. Aty literalisht. As në luftën e parë as në dytën jo. Jo, fare, nuk imagjinohet kjo masakër që do bëhet atje. Për 72 orë aty vetëm do vriten, literalisht do bëhet gjaku lum atje. Literalisht, ka për të vajt, po të them se edhe na është përshkruar biles. Do arrisi deri te ajo, thoshte te çka quhet ajo më vur, që varet që vendos këmbën ti për ty për të kali, që vendos atë këmbën. Që për që varet aty. Deri aty ka përshku gjaku, imagjino. Te shala e kalit do. Ose deri te gjunjët. Imagjino burr ç'do bëhet. Domethënë gjithë ai deti aty rreth do bëhet i kuq. Aq shumë do bëhet ajo. Përplasje e madhe atje. Kështu që do anullohet. Mos tentoni ta sillni. Ai Januka juaj. Pse Januka, po, e kemi thonë herë tani. Januka është ai që këtu duan sjellën? Po. Vazhdon akoma Januka? Po, vazhdon. Ka krijuar, vazhdon krijoj akoma besueshmëri tek njerëzit që ndjekin, shkojnë brapa. Atë ndjekin. Çfarë vendesh dele? Ku dele? Ç'është shtetësh? Ku shkon ai? Apo vetëm në Izrael? Del nëpër shtetet botës? Jo, vetëm në Izrael, vetëm atje. Vetëm në Izrael. Në qytetet e Izraelit, edhe Tel Aviv del aty ai. Edhe ai ndiqet nga këta më burr, nga këta rabinët, këta të mëdhenj, të moçmit, që mbajnë për të urtë, kështu dietar të shkrimeve të tyre. Çfarë moshë ka ky? Sa vjeç është? Ky është djalë i ri, por ky mund të jetë 30 e pak. Çfarë thua? Ndjekin ato të vjetrit, ë? Po, këta të vjetrit. Të pjerdur. Kështu, domethënë më të urtit, më të mençurit. Po, duke qenë ata që e rrethon atë japin më shumë autoritet, domethënë se shiko tani ky vërtet është djalë i ri, po fakti që po i shkojnë nga mbrapa këta të mëdhenj, këta dietar, të mësuesit e kabalës, e Talmudit, e këta satanizmi që kanë ata atje, do të thotë që ky është i veçantë burr. Vetëm që i qëndrojnë ato mjekroshët. Edhe kështu, domethënë, është shumë kështu, ka të rreshë shumë vëmendje atje. Po kur të vi një moment i caktuar që do i marrin atë se lëvizin shumë këta, janë preciz. Atëherë do i bëhet reklamë e gjerë atit, nuk do jetë më e kufizuar vetëm në atë vend. Do shohin gjithë, do i bëhet reklama, këto me radhë. Edhe në fund, i vrim në ujë do bëjnë. Kupton se këtë do shtoj olla, se nuk është koha e tij tani. Se po erdhi Antikrishti tani,
edhe të marrë gjithat, sa ai do ketë gjithë pushtetin e botës. Do ketë armatimet, do ketë teknologjinë, do i ketë gjitha në dorë. Ky Januk, a? Po, do ja japin gjithë, se thotë dhe libri zbulesës, do ja japin gjithë pushtetin këtit. Qa fuqi e ka këtë botë, gjithë sistemi do ja japin këtit. Një person do përqendrohet gjithë fuqia e botës. Edhe po erdhi tani ai, Po? në këtë gjendje që bota se sot e ka ta ndisur botën një kufom të tërë, atëherë s'ka për ngel asnjë gjë në këmbë. Po s'ka për të shfutu asnjëri. Se jemi të rënuar komplet. Prandaj po them, ai ka për të ardhur mas 40 vjetësh, se do jetë periudha e paqes mas luftës së tretë, se do bëhet lufta e tretë. Po i sekond, ai do vi mas luftës së tretë domethënë ai. Jo, do jetë lufta e tretë, do kemi 30 vjet paqe, pastaj do vi ky. Ma e për ky mesia e këtyre do vi mas luftës së tretë. Do ketë 30 vite paqe, pastaj do vi ky. Po, mbas paqes. Pra lufta e tretë, 30 vite paqe dhe do të vi ky pastaj, ja? Po, Antikrishti. Atëherë ka kohën ai. Atëherë do e lejoj Zoti, nuk e lejon Po tani. lufta e tretë është tani afër domethënë, nga të para që renditet në situatën, në pikën ku jemi, ku ndodhet bota, është lufta e tretë ajo që do të ndodhë e para. Po. Tani para do ndodhë kjo me që thëdim 3 ditë 3 net. Po, do ndodhi më mbrapa kjo. Kush do ndodhë më mbrapa? Kjo do ndodhi gjatë luftës së tretë. Kjo përplasja në Konstantinopol. A do ketë filluar lufta e tretë? Po, do jetë gjatë Romojës do jetë një përplasje më e madhe do jetë ajo që do ndodhi në Konstantinopol. Gjatë luftës së tretë do zhvillohet kjo pjesë. Gjatë, po. Po ku mund të ku po është e zhvendosur lufta e tretë, ndërkohë që po ndodh kjo ose para se ndodhi kjo? Cila është? Do ketë seli përplasjesh kudo në përvende. Domethënë vendet fqinit do i bijnë njëra tjetrës. Për X arsye, i natë që janë rujtur në të shkuarën do jetë mundësia që t'i binë. Po. Po më e madhja fare që është Maja, është ajo që do bëhet në Konstantinopol. Sa ajo nuk është parë ndonjëherë. 700 milion njerëz, që do të vdesin. E ma ke mendon. Ma thjesht, e ke thënë 600 pastaj mbrapa e korrigjove, the. Po pra se 700 pastaj. Se kisha kopa e parë këtë pjesën e thash për ta rifreskoj çik këtë detaj, ishin 700. Kjo ku i lexon ti ose ku i sheh Alex i ka vërtetuar gjithë gjërat e tjera çka ke thënë më para? Po kjo është e bukur, se prandaj arrit dhe i them me bindje dhe me siguri. Edhe çfarë është vërtetuar ti edhe para për shembull? Në kohë që ti ke lexuar që më herët edhe mbrapa e ke parë që është vërtetuar. Po kemi shekullin e 17 kemi Shën Kozmain. Ai kishte thënë që do lidhet bota me një fije peu. Ade kuptohet tani, ade gjet tani diçka kur ka pas kuptimin, se fliste profeci jepen në mënyrë kështu metaforike, domethënë krahasimore. Krahasimore. Kjo fija e peut është kabllat e telefonit. Po. Nuk do mund të fshiheni, do ju gjejnë dhe në majën e Bririt Kaut, thoshte domethënë. Aty ishin këto, domethënë që je i gjurmueshëm dhe i gjendshëm kudo satelitat të gjen kudo që të mçifesh. S'ke vend ku të mçifesh. Prapë parashikoj edhe këtë gjë që më thonë që ti kudo që do duash mçifesh do të gjenë sepse i kanë mjetet. Teknologjia ka arritur, ka prekur skajt sot. Neve na paraqesin një pjesë. Po teknologjia ushtarake është 50 vjet përpara. 50 vjet përpara. Kupton? Këto që kemi neve janë antikitet, i përkasin lashtësisë. Ti telefonat i kanë këtu ato, ja pusin te qafa pa dhe fillon të flasin. E ka me touch. Ndoshta me mendje fare, thjesht duke mendu. Po edhe me mendime, po fiks. Ai tjetri kanë arritur ku pash herë atje, ai lëvizte mouse-in e kompjuterit me anë të mendimit. Thjesht e mendonte, do të shtypte të folderin aty, e bënte me anë të mendimit, e lëvizte shenja e mouse-ut atje, po. I nxjerrin ca deri ku janë. Pjesë. Edhe ku lash kështu, domethënë do bëhet. Çfarë shenjë tjera? Apo kaq, besoj se janë të mjaftueshme. Do dohet merr edhe një qendrim të ndin për sa i përket votimit masivisht të parlamentit shqiptar për Iranin si shtet terrorist. Si e komentote? Si e sheh këtë gjë domethënë? Ku e gjen guximin ta njerëz të përzgjedhur nga populli i dashur në mënyrën më perfekte, domethënë, që ka përzgjedhur bajkën e shoqërisë tonë dhe të marrin këto lloj vendimesh pa na pyet fare, domethënë pa e ditë fare se ç'a kosto do kemi për ne, domethënë për këtë vend. Ato janë vende në luftë atje që po përplasen për interesat e veta
del shteti jon për interesat një manjaku politik dhe pushtetesh që si të ndali egon dhe epshet e veta shtazarake, edhe shkon tani urdhëron dhe gjithë ato lëpirësit e tjerë që janë brenda në parlament për të votuar masivisht pa menduar për finte vet jo, po nuk do t'ja di ai. si mundu do që shkojnë çaj kruhet bytha këtyre me shku tani me votu për Iranin, or edhe për një shtet tjetër, s'më intereson fare si shkon, voton ti domethënë kruhesh ti me gjethe fiku. Edhe voton domethënë diçka të tillë, ndërkohë që ato janë përplasje shtete shumë fuqishme po merr me Amerikën, po shkatron Amerikën, ose po i ka çu kosto ekstreme Po fiks. të argjimeve. Kjo Po është gjunjëzon. Ne na ka i raket na kanë. po fiks. Jo, më okay. Paktën atë raketën që vërtet mund ta ketë një raketë, po të paktën atë Tash në Surrel. ose në Surrel Ose në parlament. ose në parlament, ëndra gjithë shqiptarëve. Kështu kanë dalë ca video, Kanë dalë ëndra video që bëhen kështu po. Po kemë patjetër se duket deri diku edhe si e rënd, si shprehi dhe dëshirë që kemi arrit të pikë ta shprehim të gjë, që të themi që të kemi ëndra të tilla që po për më thojse, po shqiptarët tanë që janë në parlament atje, të themi këto lloj mendimesh, domethënë, jemi edhe në mendime lufte për civile brenda njëri tjetrit, duke dëshiruar dhe uruar njëri tjetrit tu që të vriten në këto lloj forme, ndaj vrasë dikush tjetër se nuk dim ne të çohemi, të ngrehemi dhe të shprehim dhe të vendosim për fatet tona. Dalin ca psikopetë, ca manjak, ca njerëz smur që janë atje brenda parlamentit dhe votojnë për një shtet X, shtet terrorist, ndërkohë që ti nuk ke asnjë lloj lidhje me atë shtet, domethënë, nuk të cënon me asnjë lloj gjëje. Kjo është një Po super të dali tani një mjesht, një analist tjetër që do thotë jo, po për çështje se është pjesë e NATO-s, pjesë e OKB-s, është pjesë e kësaj, pjesë e asaj Shqipëria dhe do mbaj domethënë normalisht linjën që mban NATO ose që mban Amerika, vendet tona aleate, perëndimore, ose europiane. Po pralla e Kosovës. Kjo është komplet një super gaf politike, ajo deklarat atje, se vërtet, ç'pun ka vendi jonë, kemi pafund problemet tona. Një vend kaq i vogël atje, dalin përmendojnë atje nëse ç'a bën, siç doli ky presidenti atje i bëi thirrje, tha ndaloi Iranit, prodhoi armë bërthamore këto me radhë. Bravo. Meqense e tha ai, ata u sensibilizuan tani nga që e tha Bajrami. Ky kukulla. Kjo është pasër një provokim këto qëndrimi që mban udhëheqja jon këtu. Sepse nuk kemi asnjë interes. Nuk kemi as interes të mbajmë krahun e Izraelit, nuk kemi as interes të mbajmë krahun e Iranit. Duhet jemi komplet neutral valla. Ato kanë ato konfliktet e tyre ku dëgjojnë çka kërkojnë nga njëri tjetri. Edhe sa intereson çka kërkojnë, është puna e tyre. Ne duhet të çojmë shtëpinë tonë. Duhet të çojmë mbaravajtjen e shtëpinë tonë. Kemi aq pafund halle, saqë nuk na del koha për t'i zgjedhur. Këta tani dalin edhe bëjnë deklarata që për interes të një lufte që nuk është e jona më vëlla. Ne kemi luftë ekonomike, luftë për mirëqenie, luftë për drejtësinë që po e shohim edhe atë domethënë të Ballukut duke votuar, votojnë për të shpallur Iranin shtet terrorist. Dhe nuk votojnë për heqjen e imunitetit e një njeriu që pa akuzohet nga gjitha anët, që është njeri korruptuar dhe ka vjedhur shqiptarë deri në pikën më të fundit, në 50 lekë. Po, shtet terrorist. S'ke rrugë, s'ke gjë, domethënë edhe po kërnohen me rrugë, me tunele, me dete, me kurulla, me gjëra, ndërkohë që vetëm janë vjedhje, janë shenja, fakte, prova, vjedhje dhe korrupsioni. Dhe për këtë nuk votojnë për të hequr imunitetin, votojnë për të shpallur vend terrorist, një shtet që çat ka të një frym. Ndërkohë që ne kemi parlament terrorist atje, komplet, se të gjithë janë për bythën e tyre, asnjëherë për popullin. Edhe i ke aty vetëm për të çuar te kartonin një jeshile atje për të konfirmuar një diçka që s'ka lidhje fare me ne. Deri aty i ke. Kupton sa lolo janë ata që janë për ne duan një shkundit aty. Ata janë në rregull me vetëm për lolo jemi ne. Ne që jo, të atyre që i kanë vendosur aty e kanë fjalën, se normal, ata na bëjnë lolo neve pastaj, se kështu shkon zinxhir efekti.
Atë kisha thënë që ballukun s'kishin për t'i bëjë gjë. Po si e shpjegon këtë? Po s'pa, se mori shenjën e syrit zi ajo. Që atëherë po me atë thua, ka lidhje me atë gjë, no? Po, ishte ajo, se është klub ajo jashtë atje i syçkave të zeza, Black Ice. Janë paprekshëm ata. Tani gjoja këta e çuan thjesht në nivel thjesht deputet atje, siç kështu atë Manasiliu, atë vrasës. Po atë hoqën fare pastaj atë s'e di se ndodhi. E kanë çik fiksim atë që vrau shumë njerëz. Edhe kupton, i çojnë deri aty rrogën e marrin se këto dhe duke qenë deputet, ata 3 milionë që ne kanë xhep ata, 3.7, më fal, korrigjim. Ata 3.7 që ne kanë xhep ata, se për çfarë marrin ata aty? Ndoshta nga që lodhen kur çojnë atë kartonin e jeshil aty, vetëm për atë paguan. I kanë aty, shikoj që neve jemi vend demokrat, shikoj si marrin vendimet neve me zgjedhjet e lira, ndërkohë që ti po kundërshtove kreun e partisë tënde, aty ke direkt penalitet fuqishëm, eliminohesh politikisht. Direkt, siç hoqën ne. Nuk ekziston më. Edhe ato i ke aty thjesht për të konfirmuar atë që kreu i tyre, edhe ai Lolo është tek e fundit. Janë vetëm për ta provuar ato që disa të tjerë që s'dalin kur në sken, duan për vendin ton. Pa ne, vendosin për ne, por pa ne. Edhe mos duket çudi pasaj kur dëgjon ato deklaratat atje vend terrorist. Po okay, ato janë deri aty se ata edhe Irani nuk është çuni mirë, Okej, më në rregull, është ajo që po thoni më. S'po hym fare se kush është çuni mirë, çuni keq atje, domethënë. Po s'na thanë gjë. Por ideja është çfarë po na duhet ne atje më. Fiks çfarë na duhet. Çfarë po na duhet ne atje më. Po mirë, okay, Irani është vend terrorist. Po pse Amerika është më e mirë? Ajo është kaubojsi botës tani dhe vendos una se çfarë do bëhet. Mos vol keq për Amerikën. Është alati jonë e madhe, jo? U preservuar dorë. Jo, si ka edhe shqiptar që jetojnë atje thonë që vdesin për çik Amerika, ëndra amerikane. Po. American Dreams. Edhe si pa dashje bëri gjë të mirë ky Biondi që ndaloi këto vizat e këto gjona se u shkallun shqiptarët valla tu ik tu e zbraz vendin tu shkon në Amerikë valla, bashkim familjar thot ai tjetri. Edhe u zbraz ky vendi këtu. Edhe kush do bëj rezistencë këtu, pleq mosha 3. Edhe na flasin që andej, juve që rini atje, çoni, mbyllën nga divani. Domethënë, janë të sigurt e kanë siguruar atë mirëqenien e tyre dhe na vinë na bëjnë moral leve nga tastjera. Në vërtet. E kupton ti? Hajde pra këtu. Hajde pra të bëjnë, hajde mblidhuni këtu. Jo, që andej, mirë. Kupton? Qëndro atje ti. Zbrazin këtë vendin, ta lëm në mëshirë të fatit na komandojnë këto hienat këtu, e të na shqyejnë siç janë mësuar na bëjnë. Por çfarë po ndodh te venu, realisht domethënë. Nuk e di, besoj se ke patë videon që u bë virale gjithandej, domethënë takimin mesnat me super pjeshk dhe kryeministrit ton Sultanit Mosnurishëm, Edi Rama. Çfarë po përgatit ministri 3? O mret, o figurë, o legjend, o artist, o njësht, o që shumë do Altini të më marron për të. Ka debules. Marron gjithë popullin, jo gjithë popullin, gjithë bota më. Erdhi tjetra nga Greqia, ambasadorja amerikane e Greqisë, erdhi në mes natës në kryeministri. Ambasadorja amerikane? Nuk e piti të videon. Jo, këtë sa pashta. Ajo është kështu ajo, po, është ka qenë e ke pa jo? Më përpara në jetën e saj ka qenë kështu, ishte çka ka qenë? Po të aktive. Ta gjema e keni pa gjithë ju, kam përtyje e keni pa gjithë, kam pas ka si tani shishi, si ta kom, shishi, shala. Pas ka dalë kështu? Shishi, ku di si ajo hapje e durëve kështu e saj, domethënë para kryeministrit, para sultanit, domethënë vetëm ai njeri e ka fatin të takoj një pelë si puna e saj të takoj edhe. Nuk e di tani, ç'a punë ka këtu ajo. Domethënë shikon ca takime dhe thu, ore, kush është Shive dhe kuptimi i kësaj. Si drillet e për drillet O të keq. Vetëm ajo hecja domon ambasador ajo. Si la domon. Po nëse s'është takim zyrtar, kupton se ishte takim zyrtar. Po te kryeministria s'është Edi Rama, s'është kësaj, nuk është ku do është kryeministria. Kryeministria është e Sorosit. Ai tha tako çik me këtë. Si shef për çfarë? Kush është kjo don që theti çka ka pas bë para?
Kush është kjo? Kjo është kështu valla, tip që flije, vajza është reja kështu me historira, me emocione, me gjëra tani dhe morën aty dhe Kimberly, tani më kujtu. Kjo deri di ishin kundërshtim me Trumpit, tani i shkonte kundra, nuk i pëlqente politika. Ka qenë duke të dashur e djalit të Trumpit. Po, është kështu, ka qenë e dashur e shumë një kokave atje. Kokave, ka që është goxha aktive. Jo, po që ka dhe zonjë për me kishte e zotronte këtë pjesën e komunikimit me të rinjt. E kishte atë aftësi. Edhe pa pritur, pa kujtuar, tani kalon bëhet ambasadore e Amerikës në Greqi, vjen takon kryeministrin. Edhe se ku duhet me dalë tani me këta? Çfarë mendon, për çfarë arsye mund të ketë ardhe mes natës, takim jo zyrtar, domethënë me kryeministrin e Shqipërisë, edhe me ambasadoren e Amerikës në Greqi, domethënë. Për çfarë mund të jenë takuar? Unë them drejtën tani sa po e mora vesh ta më tregove, super i freskët, nuk kam arritur të analizoj diçka, ata mund të hipotezojnë. Ka zëra që fliten në shumë pak zëra, në shumë pak mediume, vende, media jo, po thjesht biseda kështu, po thonë që ky mreti jon ka bëj lëvizje të mëdha fare, me ka shit jugun. Jugu, po është shitur, është fakt tashmë. Po tani duan kaloj nga qendra, pastaj avash nga veriu, kupton? Jugu fund. Është shit jugu komplet. Ble nga ato kaçurrelat. Nga kaçurrelcat të Izraelit. Po si moj to fjalë po na duken kështu sikur si situatë filmash edhe thjesht themi ha se është film edhe vaj lesht. Jo, nuk është. Po flas kështu tani, ju kërkojnë diës gjithë po është realitet i hidhur. Që janë duke mojmë shumë kështu, thjesht po morëm informacion, po shohim atë lajmet, po na e thot dikush aty që cepi ose si shpithemi ne këtu dhe hajde. Në rregull, kupton? Po jo, po është fakt kjo. Po si fakt, sa fakt edhe si fakt është, domethënë. Që sepse ata edhe ne s'na bë përshtypje fare kjo gjë. Neve na ka mësuar që të shohim atë jetën tonë të vogël atje, të kemi ushqimin tonë, atë punën tonë, familjen tonë, se ç'a bëhet pastaj përtej pragut të shtëpisë, s'na intereson fare, akoma s'ka marr flak. Kështu na kanë kandandis. Edhe neve na blejnë, ata na pushtojnë në kohë paqe. Ky është pushtim që po ndodh tani, aktualisht. Sepse ky shërben lobit çifut, ky i gjati jon, ky sultani që e kanë votu populli, populli jon. Edhe ai shërben interesave të atij vendit, atje. Është shumë filo hebre, filo çifut, saqë edhe djalin e vet e ka vënë emrin Zaho, është emër çifut, me sa dim, no? Edhe i mban shumë krahun atyreve, edhe politikës atyre. Ka lejuar që të blejnë gjithë jugun atje. Po thuajse gjithë jugun. Bregdetin po. Po blen dhe Male tani. Se ato ecin me këtë idenë që mund të ndodhi se kanë dhe ata Afrikën e tyre që mund të posojë një dëm të madh Izraeli apo. Kupton, dhe po transferojnë avash këta që kanë mundësi ta bëjnë. Ata lekun modh. Edhe po blejnë në vendin tonë se e duan shumë vendin tonë ato. Vendin tonë dhe Greqinë janë dy vende që i kanë fiksim ato dy. Këta hebrejt. I duan këto dy vendet. Edhe po i blejnë avash. Pra i kanë bler këto jo grekët. Po ndoshta edhe mund ta kenë bler grekët që t'ia marrin këto, po se grekëve, si ndoshta kanë kapur më shumë Greqinë ato se sa Shqipërinë. Si nga ana e pushtetit. Këtu në lidhjeve që kanë. Këtu në Shqipëri intereson gjithë jugu, kurse në Greqi intereson më shumë kryesisht Selaniku. Marrojnë për atë vend, e duan kështu. E synojnë. Edhe ki kudo, ata për shembull që udhëtojnë mund t'i shohin kollaj fare se sa zbarkojnë në Rinas. Po, Plot. Me këta mëlla. Ç'pun kanë këtu ata që vinë këtu? Edhe këta na shpërqendrojnë tani neve erdhi Kimberly u taku me Gjatin. Ora po na blejnë vendin alla. Kupton se si luajnë me këto efektet e shpërqendrimit që quhen? U taku ai tani me këtë e përqafoi dhe ne tani do rim diskutojmë pse edhe ku ç'a bëri pastaj më mbrapa. Po, ka edhe zëra që ato i kanë nxjerrë edhe vetë Rama si video që të mbuloj, të kamufloj shumë ngjarje të tjera të mëdha dhe për bëj çik show domethënë. Po, nga momenti që është duke u bërë kjo show, ky spektakël që po jepet, duhet mendojmë automatikisht që në sfond është duke ndodhur diçka. Bravo. Po lëviz diçka serioze.
Edhe përdorin këto metodat e hi syve. Kjo është një nga ato. Është vërtetë. Tani Alex, besoj se në këtë pjesë ne i kemi zauruar për sa i përket pjesës aktualitetit, dhe doja që të kalojmë edhe në disa pyetje. Si se kuptova çfarë thotë. Dora ndihmës sot, Zoti i njësh, ai tjetër smush. Ai tjetri smush. Për djallin. Ndoshta. Dora ndihmës, Zoti i njësh sot, ai tjetër smush. Okej. Faleminderit që ke marrë munimin me na komentu. Do të thot që të bëjmë pushime këtë vit pa merak, por me ca lek më shumë thot. Barë për çeka. Nëse do donim që të kishin disa pyetje për sa përket gjërave që bën përshtypje, temave që do doni që të diskutoni ose të ktheni përgjigje. Respekt e pisku, Aleksi si gjithmonë njësh ftoje gjithmonë. Atë po bëjmë, po ftojmë. Faleminderit. Faleminderit. Ju falenderoj, thot, jeni të mrekullueshëm, një emision komplet i veçantë për thjeshtësinë, dashamirësinë e trajtimit të temave shumë të prekshme mbi si njerëzit duhet të shohin këto zhvillime në aspektin personal psikologjik të përditshmërisë dhe të reflektimit personal. Me ju dhe lufta përcjellet me paqe dhe realizëm pa panik, thot. Një bravo Aleksit, por dhe ju si moderator i thjeshtë dhe interesant që depërton tek njerëzit me pyetje reale që janë në mendjet e tyre. Jeni të vetmi që nuk jepni mend, por thërrisni në reflektim. Kjo koment shumë i bukur. Të falenderojmë shumë për komentin në detaje, gjithë në këtë mënyrë që ke marrë guximin dhe ta mendosh kaq gjëra gjatë dhe thellë për të na shpjeguar dhe për të na bindë për atë se si na shef. Dhe e vlerësoj shumë si konsiderat. Një shkundje e madhe ishte pandemia, është po njëjta komentuese ose komentuese është. Një shkundje e madhe ishte pandemia, kjo zgjoi një pjesë, por ende e pamjaftueshme. Shkundje të tjera duhen për të zgjuar dhe klasifikohen të mirët. Lum kush zgjohet dhe pranon të mirën. Bravo. Saktë kjo. Sipas mendimit tim, pra një koment tjetër, Aleksi duhet të jetë më përpara për muhabetet që shpjegon FLM, KLB. Si duhet të jetë më përpara? Çka ka dashur të poeti? Do të jetë më përpara. Ndoshta kërkon që ne të flasim pak më string veshtu, të themi disa gjëra më shumë, ndoshta, nuk e di. Po i themi, prandaj jemi këtu për t'i thënë. Po mundohemi me tonë, prandaj ne themi, bëjmë të gjithmonë të thirrjen që vazhdoni, komentoni, pyesni, pra përveç fjalëve të mira që patjetër është një vlerësim në kuptimin që ne ta bëjmë me shumë dëshirë të gjë, jo për të filluar të lëçuar pllumat dhe të fillojmë të fluturojmë, por ideja është që komentet që bëni të jenë pyetje që ndoshta ne na kapën rrjedha jonë me bisedës edhe shkëputemi ose ku diun, ju na fusin atë vathën që t'i afrohemi, le themi, pikpyetjeve, problemeve ose asaj se çka ju mendoni që do doni të kishit një përgjigje ose një zgjidhje. Po, edhe ne na motivon për herë pyetjet. O, vapora të mbytur, thot një tjetër. Faleminderit. Ne lexoj gjithë komentet. Dhe ku ka banalitet fyre, çfarë, domethënë ku ka fyre s'ka problem. Jeni të mirëpritur, është gjithë secili ka atë botën e vet, në kokën e vet të çmuar. Dhe luma ai që dita vlerësoj për gjërat që i duhen jetën e tij dhe të tjerëve. Varet sa mund të shërbejë të tjerëve, se vetes vet ndoshta ai ka vë vizën, po punë shkoi vetë vizën të tjerë, pastaj aty s'ke nga kapesh më pastaj. Përshëndetje çuna, thot si jeni në Errësirë nga bunkeri po fisni, thot, po i shmangeni raketa iraniane. Nga që ishte vetëm një ndriçim dhe kishte çik kështu sfond terrat. Jo, na pëlqen çik Errësira, se Errësira është ndoshta ajo simbolika që simbolizon, le themi, gjithë botën ku është sot, por drita vjen nga ato siç ka thot Aleksi. Është drita do të vinë nga kjo gjë që ne diskutojmë, diskutimet që bëjmë dhe jo nga ajo siç ka shihet.
S'ka nevojë një simbolizonte duke- misterin apo që janë gjëra që s'para thuan. Po. Një koment tjetër, ata do t'i realizojnë planet e tyre herët ose vonë, të çdo gjë mund të ndodhë se ata që shpikan teknologjinë janë të aftë të kontrollojnë të gjithë njerëzit e tjerë. Po, e vërtetë kjo. Qëndron edhe kjo. Secili është në shkallën e vet të kuptimit, varet prej përvojave të jetave të mëparshme. Interneti, zhvillimi është intensiteti i zhvillimit është individual dhe varet nga shumë faktorë. Shumica nuk janë të parapërgatitur për t'ju kuptuar se sa të vlefshëm dhe të fuqishme janë fjalët e juaja këtu në Pisk. Të falenderoj shumë. Ndjes për lapsusin se s'po lexoja dot i fjalë mirë aty se syzet bëjnë edhe të vetën. Tani të lexojmë edhe një koment tjetër. Sot ka vdekur e drejta internacionale dhe është luftë peshkaqenësh. Malcolm X thoshte që në botë ekzistojnë 375 lloje peshkaqenësh. E ke ide më çfarë bëhet fjalë po? Peshkaqenët, po e po thot në mënyrë metaforike aty, Po, 375, në ky numër e kisha fjalën. Thotë gjë. Jo, se ke gjënë këtë. Për numrin. Për Malcolm X është Jo, Malcolm X po e njoh, po këtë jena sa lloje takuar para ca muajsh, pimi kafe. Më është një orë e njihet në histori që ishte goxha personalitet. Po kjo 375 ka ndonjë domethënie që është realisht janë 375 peshkaqen në botë domethënë. Po, janë ato format e ndryshme që kanë, njëri që është me fytyrë çekiç, tjetri është kështu shtizë që quhet, po ka studiu ato pjesë duket, edhe unë nuk e dija shifrën reale, tani e mora vesh. E shef që ne plotësojmë njëri tjetrin. Pasurojmë njëri tjetrin. Po peshkaqenët në formë njeriu janë më shumë më shumë. Po ndoshta edhe ajo para te ka, për peshkaqen në formë njeriu. Ka, po. Para te thotë. Po shumë më shumë se 375. Ja më shumë se 375? Po. Ndoshta 375 mund të jenë si kryesor, të themi, po ka krye peshkaqenët, okay, po. Ajo po. Ose ndoshta nëse na dëgjon për të përgjigje që po japim ose për këto pikpyetje që po ngrenë edhe ne tani këtu, mund na shkruaj në episodin tjetër, na jap në zgjero çik në zgjero pak, na jap një shpjegim pak më detajuar. Të jesh i mirë do të thotë që të interesohesh për atë dheun, të organizosh të dalësh zot atë dheut. Shqipëria nuk ka zot dhe SBA gjeti sheshe bëri për shesh me ndihmë të tratarëve Pilinçi, Berisha, Nano, Balluki e tjerë thotë. Edhe Sultani, komenti i bukur. Po, i bukur. Ashtu është. Ajo pikë e zezë që është në zemrën e shumicës së njerëzve në botë quhet epshi dhe pastrimi i shpirtit ose i zemrës bëhet me besim te Zoti, thotë. Këtu është me dhënien e ndihmesës të njerëzit për një botë që ka sprovë se kush bën një vepër të mirë të keqe. Po, okay. E falenderojmë shumë për komentin. Respekt të çuna, ju uroj shëndet e mbarësi në pak fjalë, realiteti është i hidhur, por çdo gjë e ka një fillim e një mbarim. Po, patjetër puna është ku do të pozicionohemi tek e mira apo tek e keqja. Ka një fillim e një mbarim është e padiskutueshme. Jeni babat for icons, thot një koment. Të jesh i mirë, thot një koment tjetër, është shumë e vështirë se të jesh i fortë. I fortë mund të bëhesh, i mirë besoj lind. Po, të gjithë mirë lindin, po gjatë rrugës pastaj, në zgjidhjet e gabuara, marrin atë kthesen që s'duhet. Bëhesh i keq edhe i fortë. Po, fillon e lëshon pastaj veten, humbet vlerat. Apo si mund të jetë, një mirë mund të jetë i fortë apo një i keq mund të jetë i fortë? Pra, i fortë i shkon me të keqen apo me të mirën? Gjithmonë me të mirën. I fortë. E mira është gjithmonë forcë triumfuese. Sado që të paksohet, sado që të dobësohet. Po sot e forta nuk është ajo tek e brendshme, është tek ajo fizike, tek ajo jashtme. Ajo sot quhet tamam fort. Jo tamam, quhet fort sot. I fort. Kështu e shikon mentaliteti i botës, domethënë, ai që ka e lidhin forcën fizike, lidhin forcën ekonomike, pushtete këto me radhë. Po që njeriu vërtet i fortë është ai që arrin të mundi veten e vet. Të heqë të këqijat, të pastrohet nga veset, të zakonet, të bëhet qiqër. Ajo është forca e madhe realisht, kush mund veten e vet. Ti mund të pushtosh një vend të tërë, po nuk arrit të pushtosh veten tënde, një njeri do bëhet me të shprap.
Më them që s'ka mbyllje më të bukur se sa kjo që tha Aleksi, duhet të falenderu për kohën sot. Besoj se ka qenë diçka që një lloj përmbledhje e situatës çapo ndodh. Dham një mesazh të mirë edhe për atë se ka qenë temë e këtyre ditëve të fundit për Netanyahu që ndoshta do vazhdoj akoma, jo me 6 gishta, me 7 gishta, jo e piu kafe, një përshit sotun kafe, jo për e hecme si ka estu, ka vdekur, s'ka vdekur, nga më ndryshme, por ne kemi thënë me Aleksin edhe për ngjarje të tjera, për tema të tjera, për problematika të tjera që kemi diskutuar, këto janë lojra të vetë atyre që kanë kapur këto pushtetet lokale, le të themi, të shteteve të ndryshme, se pushteti qendror është në duart e atyre pak njerëzve që kontrollojnë gjithë të pushtetet lokale pra të këtyre shteteve, Iranit, Izraelit, Shqipërisë. Mos diskutohet. Kur po kontrollojnë to jo Shqipërisë. Edhe është një lojë që ka ardhur për shkak, siç e shpjegoi edhe Aleksi, thjesht për të bërë një rezume përmbyllëse, për shkak të reagimit në masë të turmës të atij popullit të Izraelit ndaj vendimeve dhe përshkallëzimit në luftë dhe në agresion të Izraelit ndaj Iranit, populli e vet atje nuk e don dhe këto kanë reaguar dhe gjithë ky reagim nuk është pritur mirë nga ato elitat e mëdha që bën gjë lojën, përderisa po na merr për kot kjo situata kështu, hajde bëjmë lëvizje dhe sa jemi në situatë që është vrarë, ore ndoshta edhe mund të jetë vrarë, mund të kenë vrarë, mund të ketë vdekur. Mund të jetë edhe kjo mundësia që po diskutohet si temë, por nëpër media dhe për diskutime ndryshme, qoftë në Shqipëri, por edhe në botë, po qëndron vetëm në këtë prizëm që ka vdekur, s'ka vdekur, e lagu, se lagu. Por ajo se çka është skema më e madhe e gjithë kësaj gjës është se këte kanë lëvizur vetë ta për një arsye tjetër, për të sjellë një tjetër dhe për të, le themi, neutralizuar ose sheshuar, le themi, mendjen që është krijuar në gjithë popullatën e Izraelit atje, që ka qenë kundër veprimeve, vendimeve dhe atë politikë bërjes që ka bërë Netanyahu. Po, për këtë arsye. Pavarësisht se këta bërë një përpjekje atje, sikur doli ky një konferencë shtypi atje që dukeshte qartë fare që bëhej fjalë për një IA, atë inteligjencë artificiale atje. Një që ka arsye kupton kollaj, domethënë që ishte kështu, kompjuterike. Edhe kjo është një tentativë dëshpërimi domethënë nga ana tyre për treguar që shiko, e kemi akoma gjallë, nuk arriti të bëj na dëmtoj Irani me raketat e veta. Edhe nga kjo përforcon faktin që do pas kanë vrarë. Që të arrin deri aty, që të marrin, të japin gjoja, shenja jete, duke përdor inteligjencë artificiale, aty kupton që ka eliminu për vërtet. Pra ti beson se duhet ta bëhesh në fillim të pyetjes, ti beson që e kanë eliminuar vërtet domethënë të? Edhe domethënë si ku je më shumë ku anon ajo domethënë. Anoj më shumë që të eliminimi fizik. E kanë eliminuar fizikisht domethënë. Ka kry punën. Po. Edhe tani edhe mos duket çuditë të dalin nga një tjetër tani atje. Edhe i ngjashëm si Jim Carrey me. Po, fiks si Jim Carrey aty me maskë lëkure njerëzore aty që pastaj i thu, "Up, që ka në rregull ky." Se kanë problem fare, del aty direkt kloni i ri. Kupton? Tani kemi arritur deri në atë fazë tani që zoj besojmë asyve tana por. Me këtë që po bën inteligjencë artificiale. Gjë po e kopjon, po e sajon, po e shpike, bën aq identike sa ti mashtrosh alla. Ai nuk është real fare atje, është thjesht një avatar kompjuterik, edhe ne marrim mirë që nuk doli, ja foli, shikon. Konspiracion, edhe që ka gjallë, se kanë vrarë. Ajo është kompjuteri alla. Ta. Ja sa të tilla do shohim neve, shumë mund të jenë eliminuar dhe neve atë që shohim televizor atje s'ekziston fare. Si që ishte edhe ky... Po, doli edhe i rast edhe për Epsteinin, që e kishin parë me makinë tani, ku dion çfarë ishte. Ashtu, Po, doli i lanë që po gjithandej, domethënë. Ja. E kishin parë me makinë. Çu, domethënë mos na duket çudi, me aty ku ka arritur tani teknologjia, ne mund të shohim çuditëra. Ka mund të ndodhi, jetojmë në këtë botë. Po. Alex, falenderoj miq, ju falenderoj shumë për kohën tuaj që na jepni, na dëgjoni, na pyesni, na komentoni. Është kënaqësi që shpërndajmë këto biseda, këto mendime të pastërta, të thjeshta dhe origjinale dhe që janë aq sa arrim të kuptojmë ne, të lexojmë ne, të logjikojmë ne, por gjë duhet të keni sigurt që
realisht janë shumë vërteta dhe janë pa asnjë lloj nuance ose pa asnjë lloj interesi që të jenë të mbështetura nga një palë ose palë tjetër, influenca pra nga më ndryshme për të keq orientuar atë si çka ju besoni ose mendoni në përditshmërinë tuaj ku ushqeni, pra se si e keni krijuar atë botë kuptimin tuaj për botën ose për çdo lloj problemi që ne diskutojmë këtu. Paktën për atë se çka kemi kuptuar ne tek të dy, është një mision dhe ishte fjalë e madhe, nëse do e përdorja, por është diçka që ne kemi rënë një lloj dakordësie me njëri tjetrin, si dy çuna të rinj, që mundohemi që të japim diçka të vërtetë për këtë vend, qoftë minimaliste, pra aq pak njerëz që na ndjekin, se dhe realisht të lloj bisedesh janë shumë vështira që të diskutohen. Ne kena marrë guxim të madh, një hap të madh që ta diskutojmë publikisht. Këto lloj bisedesh nuk bëhen nëpër kafene ose nëpër trueza, nëpër biseda të ngushta, të afërta me pak persona, nuk fliten. Edhe do thonë që nuk lidhesh dot. Për shkak se sot njerëzimi, kjo botë, kjo jetë ka shkuar shumë larg. Dhe njerëzit sot janë të kapur, ashtu siç jemi edhe ne të kapur, nga teknologjia, nga telefoni, nga jeta, kjo jetë boshe, kjo jetë kaq e shpejtë. Gjithë ne kemi rënë prej këtyre, më thonjza, zotave të rrem të kësaj jete. Dhe normalisht kur ti pëlqen dhe kur është duke u kënaqur, duke u joshur, duke u argëtuar në këto gjëra, që ti ta kapësh, ti thuash ja po ndodh kjo gjëra këtu. Ti thua nuk zgjohet ajo, nuk do më u zgju nga ajo ëndra e bukur që duket aty edhe po e shijon në maksimum. Në shahas po dal, nuk po zgjohet, nuk po mdel kjo gjumi, domethënë Në kanë mbitur që ky gjumi është një dehje, është një diçka shumë hipnozë, unë e kanë hipnotizuar. Hipnozë është një iluzion kështu bosh. Ju përshëndes. Të jeni mirë. Takohemi javën tjetër. Mirupafshim gjithë.